Me ditajnë tani në Shqipëri, autoritetet shtetërore dhe ato vendore po punojnë për një plan të menaxhimit mjedisor të parkut kombëtar të Butrintit. Plani do të ruajë pasuritë natyrore të zonës dhe do të nxjisë zhvillimin e turizmit në këtë rajon. Plani shihet nga ekspertët shqiptar të mjedisit si mjaft i rëndësishëm për të parandaluar dëmtimet e pasurive natyrore. Korrespondenti Raimond Kola ka përgatitur kronikën. Autoritetet shtetërore dhe ato vendore po bëjnë përpjekje për hartimin e një plani të menaxhimit mjedisor të zonës së Butrintit. Ky plan do të pasonte planin e menaxhimit arkeologjik dhe të trashëgimive kulturore të zonës. Pas një serie përmirësimesh ligjore në parkun kombëtar të Butrintit është trefishuar sipërfaqja e shtrirjes dhe është rritur sipërfaqja e zonës së mbrojtur. Duke orientuar drejt këtyre zhvillimeve, autoritetet shtetërore dhe ato vendore po bëjnë përpjekje kohët e fundit për një plan të integruar të zonës. Drejtori i parkut të Butrintit, Ylli Carova, thotë se plani sinon ruajtjen e trashëgimisë kulturore dhe natyrore në përputhje me nevojat e turizmit si dhe zhvillimin ekonomik të zonave përreth parkut. Ne si park kemi hartuar planin e menaxhimit në fushën e arkeologjisë, monumenteve dhe turizmit, por një vend shumë të rëndësishëm dhe mjedisi. Dhe në këtë kuadër, në kuadrin e projektit pamjes botërore, hartohet plani i menaxhimit në ndërtimin e koordinatorit Ferdinand Bego. Sipas zotit Cerova, ekspertë të njohur shqiptar në fushën e mjedisit po punojnë për përgatitjen e dokumentit që do të përcaktojë aspektet e zhvillimit deri në vitin 2015. Zëvendësministri i mjedisit Auland Bino thotë se plani i zhvillimit të Butrintit është një dokument i rëndësishëm që bën të mundur administrimin e zonës si njësi e përbashkët dhe jo si copëza të veçanta. Plani i administrimit mjedisor synon ruajtjen e mjedisit, nëpërmjet promovimit të vlerave mjedisore, që thot pikëpari të ruajmë ato vlera që kemi. Zoti Bino thot më tej se Butrinti pritet të marrë vlera të reja në zhvillimin turistik përmes zbatimit të këtij plani. Sot për sot turizmi që përdoret në Shqipëri është kryesisht turizmi i diellit dhe i rërës dhe i detit. Duhet sigurisht që të kërkojmë forma të tjera turizmit për të shtuar fluksin e turistëve, për të ofruar mundësi të tjera. Dhe unë besoj që Butrinti është një model i veçantë ku përfshihet trashëgimia kulturore në bashkëjetesë me trashëgiminë natyrore, një aset i jashtëzakonshëm që mund të shfrytëzohet fare mirë për një turizëm të niveli elitar. Plani i menaxhimit të parkut kombëtar të Butrintit financohet përmes një granti nga Fondi për Mjedisin Global. Butrinti është pasuri e trashëgimisë botërore të UNESCO-s dhe nga sitet më të vizitueshme në Shqipëri nga turistët veçanërisht gjatë sezonit veror. Vitin e shkuar parku kombëtar u vizitua nga rreth 50.000 vizitorë. Për Zërin e Amerikës, nga Butrinti, Raimond Kola.